Hej, përshëndetje, mirë se erdhët në Mysteryland. Këtu ku ne tregojmë histori true crime, paranormale dhe gjëra të tjera të ngjashme. Për gjithë ata që nuk më njohin, emri im është Eri dhe më pëlqen të tregoj histori të tilla të frikshme kudo, në TikTok, në YouTube dhe tashmë edhe në Spotify. Kështu që nëse po më gjoni për herë të parë në Spotify, përshëndetje, shpresoj që t'ja kaloni mirë në këto minuta që do të qëndrojmë bashkë. Dhe nëse po më dëgjoni nga YouTube, do ju shpjegoj tani gjithçka çfarë ka ndodhur dhe sepse jam zhdukur nga YouTube këto kohët e fundit. Në fakt nuk është se jam zhdukur tamam sepse jam në TikTok, por gjithsesi për ata që më kanë njohur në YouTube dhe më presin në YouTube, tani do ju shpjegoj sepse kam munguar këto kohë. Jam kthyer në shkollë njerëz, jam kthyer në bankat e shkollës. Jo, nuk jam kthyer në liceun e kam mbaruar para shumë vitesh. Jam kthyer në shkollë sepse po ndjek tani më një kurs specializimi për sa i përket prodhimit të copave tekstile, pra copat që më pas bëhen rroba. Për të specializuar le të themi në këtë fushë, duhet padyshim që të studiosh të gjitha proceset e prodhimit të copës dhe sigurisht dhe pjesën jo shumë pozitive, siç është gjithë impakti ambiental dhe të gjithë gjërat e tjera jo shumë të bukura, siç është trajtimi i punëtorëve. Le të themi që më janë hapur shumë syt në këtë aspekt, kam kuptuar sa gjëra të këqija qëndrojnë mbrapa një industrie kaq gjigante, siç është industria e tekstilit. Në fakt, ky kurs nuk është se flet vetëm për çështjen e prodhimit, pra për procesin, por edhe çfarë qëndron mbrapa prodhimit dhe se si prodhimi duhet të bëhet në disa kushte të caktuara që të jetë sa më optimal dhe mbi gjitha të mos rëndojë mbi shpatullat e askujt. Prandaj një nga pikat kyçe që ne studiojmë në këtë fushë është sustainability ose siç e thon shqip, qëndrueshmëria. Është diçka që ka të bëjë jo vetëm me impaktin ambiental, por mbi gjitha edhe me, siç u thash, me trajtimin e punëtorëve, duke shmangur sa më shumë të jetë e mundur abuzimet në vendin e punës, duke bërë që punëtorët të punojnë në kushte optimale pa ju rrezikuar jeta. Dhe pikërisht fal këtij kursi ose le të themi gjatë këtij kursi, unë mësova për një nga historitë më të trishta që do keni dëgjuar ndonjëherë. Në fakt, për ne shqiptarët nuk është hera e parë që dëgjojmë për një aksident në vendin e punës, sepse ne kemi pasur, siç e dim, besoj të gjithë, situatën e shpërtimit të Gërdecit, i cili ishte një aksident në vendin e punës dhe që mori 26 jetë njerëzish, plagosi mbi 300, ju historinë besoj se e dini tashmë, por nuk është hera e parë që ka ndodhur një aksident i tillë në vendin e punës dhe sot do ju flas për një aksident tjetër në vendin e punës që ka marrë mbi 1000 jetë dhe nuk ka ndodhur në Shqipëri, por ka ndodhur goxha larg nga vendi jon, ka ndodhur në Bangladesh. Aty ku është kthyer tashmë si thua një qendër e prodhimit të copave që më pas merren dhe përdoren nga marka të ndryshme, firmato, gjithë to gjërat që neve na si thua i japin shumë rëndësi apo paguajnë goxha. Në fakt pjesa më e madhe janë të prodhuara në vendet e botës së tretë ku punëtorët nuk është se punojnë në kushte shumë të mira. Pjesa më e madhe e punëtorëve në fakt shfrytëzohet. Shfrytëzimi është fjala e duhur që mund të përshkruaj atë çfarë ndodh në këto fabrika ku punësohen edhe minorenë, ku punohet mbi 14 orë në ditë dhe ku rroga mujore është 38 euro. Ky në fakt është realiteti për shumë njerëz të vendeve të tilla që vërtet domethënë duhet punojnë shumë dhe paguajnë shumë pak. Dhe pagesat e vogla, orët e punës shumë të gjata, të gjitha këto tingëllojnë shumë keq, sigurisht, unë nuk po e justifikoj, por të paktën mund të themi që hapja këtyre fabrikave të paktën po jepte mundësinë këtyre njerëzve të kishin të paktën një rrogë të sigurt në fund të muajit, sado e pak qoftë ajo, por nuk mbyllet me kaq, sepse e keqja vazhdon, sepse këto punëtorë merrnin kaq pak para dhe në të njëjtën kohë i rrezikohej jeta. Por si nisi gjithçka? Gjithçka nis në vitin 2006 me ndërtimin e Rana Plaza. Synimi ishte që të ndërtohej një ndërtesë 6 katëshe ku në fakt do kishte vetëm zyra ose dyqane, pra si thua një qendër tregtare.
por shumë shpejt ndryshojnë gjërat. Në fakt, nga plani i fillimit për të ndërtuar vetëm 6 kate, ndërtohen edhe disa kate të tjera, duke arritur kështu në 8 kate. Një gjë e tillë kompromenton absolutisht sigurinë e ndërtesës, sepse duke qenë se ishte projektuar për 6, ato mure nuk mund të mbanin peshën e kateve të tjera të shtuar sipër. Për më tepër, 8 kate ishin ndërtuar, por ata po ndërtonin dhe katin e 9 në këtë moment që ndodh. Sigurt mos mjaftonte kjo, ndërtesa nuk ishte ndërtuar në një tokë, si thua, ku mund të ndërtohet. Ishte ndërtuar mbi një kënet të tharë. Po, një pelg, kishte qenë dikur një pelg dhe ishte tharë, dhe mbi të, pra mbi një tokë as pak të qëndrueshme, ata vendosin të ndërtojnë 8 kate, 9 në këtë pikë. Dhe tani ju po pyesni veten, po kush dreqin ishte ky tipi që vendos të ndërtoj 8 kate mbi një tokë kaq të lëkundshme siç është Këneta? Ai quhej Sohail Rana dhe ishte një politikal i Bangladeshit, pra, i cili njihej në fakt në zonë, në shtet, si një person i paprekshëm. Keni parasysh këto tipat që mendojnë se mund të bëjnë çfarë të duan dhe të mos i ndodh asgjë, sepse nuk është hera e parë me siguri që bëjnë gjëra të tilla. Dhe nuk ndodh vetëm në Bangladesh. Mund t'ju jap shumë shembuj këtu në Shqipëri, por nuk do e bëj sepse 1, nuk dua të përballem me këta tipat, dhe 2, le ta lëm për një video tjetër. Nga viti 2006 deri në vitin 2013, ndërtesa pësoi këto modifikime, pra nga 6 katet që ishin vendosur në fillim, u shtuan dhe katet e tjera, arritën deri në 8 kate, por siç u thash, në një zonë goxha situacion nuk ishte për të ndërtuar, dhe mbi të gjitha pa shtuar mure mbajtëse apo diçka tjetër që të mbante peshën e këtyre kateve të reja që nuk ishin fare pjesë e projektit fillestar. Do pyesni veten, po çfarë vendosën të bëjnë këta me këto katet e tjera, zyra apo jo, siç ishin bërë në fillim? Jo. Dhe këtu është, si thua, një nga shumë gjërat që çuan pastaj në atë që ndodhi në një tragjedi, sepse në katet e sipërme u vu në punë fabrika. Pra, u ndërtuan fabrika tekstili, ku u çuan makinerit, ku u çuan gjeneratorët, dhe për gjithë ata që nuk e din, unë po e studioj tani, makineritë e tekstilit, sidomos ato që janë ato që quhen telajo apo tip tezgjahu, por është industrial, janë ekstremisht të rënda, janë shumë të zhurmshme dhe sigurisht që krijojnë dridhje në ndërtesë. Dhe imagjinoni ju kjo peshë, këto dridhje që ndodhin për shkak të këtyre makinerive në këto kate ku ndërtesa nuk ishte as pak e qëndrueshme. Ishte një tragjedi që po priste të ndodhte. Në fakt, unë nuk e di pse kjo historia më kujton kaq shumë Gërdecin, sepse edhe ajo çfarë po ndodhte në Gërdec, për gjithë ata që e mbajnë mend, në Gërdec ata kishin lënë shumë barut më një anë, dhe e gjithë demontimi i armëve ndodhte në një vend ku nuk ishte asnjë lloj sigurie, dhe pastaj njerëz du çuditën që shpërtheu, sigurisht që shpërtheu, ishte çështje kohe. Edhe Rana Plaza ishte një bombë me sahat, po priste që të ndodhte e gjëja e keqe, dhe të gjithë ata me siguri e dinin dhe nuk bën asgjë, sepse në fund të ditës një pjesë e mirë e tyre prap ja hodhi pa u lagur. Por çfarë ndodhi saktësisht? Pati një lloj paralajmërimi. Një ditë përpara tragjedisë, me datën 23 prill 2013, ndodhen disa krisje në muret në kolonat, në fakt, e ndërtesës, dhe disa qarje. Këto qarje dhe këto, si thua, krisje në muret e ndërtesës bën që inxhinieri Dur Razak Khan të thonte që ndërtesa ishte e pasigurt dhe bëri thirrje që të gjithë të evakuoheshin menjëherë. Dhe kështu ndodhi, ose të paktën në fillim ndodhi kështu, sepse zyrat u mbyllën menjëherë punëtorët shkuan në shtëpi, njëjta gjë ndodhi edhe me dyqanet, por punëtorët e fabrikës jo tamam. Kjo sepse Rana, pronari, i kërcënoi ata.
Rana doli me një deklaratë publike duke thënë që gjithçka ishte egzageruar, se thjesht kishte rënë suvatimi në disa kate dhe kaq, domethënë nuk kishte ndodhur ndonjë gjë e madhe, këta thjesht po egzageronin dhe pastaj mbasi mbyllen dyert i thot punëtorëve, nëse ju nesër në mëngjes nuk ktheheni në punë, do t'ju hiqet rroga e gjithë muajit. Dhe ju imagjinoni se në çfarë realiteti jetojnë këta persona, kështu që siç mund ta imagjinoni, të nesërmen në mëngjes ata u kthyen në punë, pavarësisht se ishte e qartë që diçka po ndodhte në atë ndërtesë, që nuk ishte sigurt që njerëzit të rrinin atje brenda. Dhe ata u kthyen në punë mëngjesin e 24 prillit, por në orën 8:45 ndodhi diçka. U ndërprej energjia elektrike dhe sigurisht që fabrikat të vazhdoj punën, një nga gjërat që kanë nevojë makineritë është energjia elektrike dhe punëtorët ndezin generatorët. Generatorëve për shkak të dridhjeve që shkaktojnë këto generatorë, për shkak të zhurmës të gjitha bashkë, ndodhi ajo që pritej. Ndërtesa ra, u shëmb e gjitha. Rana Plaza u shëmb duke marrë poshtë saj mbi 3.000 persona. 1.134 prej tyre do të nxjerreshin pa jetë nga gërmadat dhe 2.500 persona u nxorën të plagosur. Ndërsa po na tregonte për historinë e Rana Plaza, sepse ne kemi studiuar në klasë, është një nga temat kryesore, është ndoshta një nga ato tragjeditë që kanë ndikuar më shumti për nevojën për të pasur persona si unë dhe si shokët e mi të klasës, si thua që po formohen dhe po specializohen në fushën e qëndrueshmërisë, pra të sustainability, pra për t'u siguruar që produktet që shiten nuk kanë mbi vete peshën e jetës së dikujt tjetër. Dhe po na tregonte pikërisht që disa njerëz shkuan te gërmadat mbasi ka ndodhur gjithçka, por jo për të ndihmuar njerëzit, jo për t'i nxjerrë nga aty. Shkuan për të fshirë emrat e firmave të mëdha nga etiketat, në mënyrë që të mos merre vesh se cilat firma, cilat marka, si thua, kishin të bënin me këtë biznes, në mënyrë që të mos njolloseshin edhe ata. Sepse është e vërtetë që ndoshta ne nuk mund t'i japim të gjithë fajin markave, por le të jemi të sinqertë tani. Vërtet ju mendoni që askush nga këta njerëz nuk e ka ditur se në çfarë situate punonin këta punëtorë në Bangladesh? E kanë ditur, ashtu siç e dinë edhe të gjithë influencerat që bëjnë reklam, shehin temu këtyre gjërave të tjera, që me siguri vijnë nga të njëjtat realitete. Kjo është ana e errët e fast fashion. Të gjithë to rrobat që përveç faktit që nuk është se janë ndonjë cilësi kush e di se çfarë, përkundrazi, domethënë pas këtij kursit mua më janë hapur sytë sa po marr diçka në dorë, një bluzë, diçka, me njëherë shoh etiketën dhe arrit ta përcaktoj se çfarë vlere ka, sepse në bazë të fibrës që është përdorur, di edhe të them se sa duhet ta paguash. T'ju jap një këshill, të gjitha fibrat sintetike, poliesteri, nailoni, këto gjërat, këto fibra sintetike, këto shiten me 2 euro kilja. 2 euro kilogrami, kështu që nuk është normale që një bluze apo një fustan, sado markë e mirë dhe prestigjioze të jetë, të paguhet më shumë se 100 euro, kur lënda e parë ka kushtuar vetëm 2 euro. Por le të kthehemi tek historia. Pra siç u thash, mbi 3.000 persona përfundojnë në gërmadhat e kësaj ndërtesës dhe sigurisht që një pjesë e mirë e tyre humbin jetën. Disa njerëz arrin të shpëtojnë, por për arsye që edhe unë nuk është se po i kuptoj në fakt, ndoshta nga mungesa e nuk e di, shëndetësia ndoshta nuk është në nivele të larta në Bangladesh, dhe këta njerëz, një pjesë e mirë e tyre, për t'i nxjerrë nga gërmadhat, janë dashur t'i ngjymtyrët e tyre. Pra i kanë si thua sharruar këmbët, duart, pa anestezi që t'i nxjerrin të gjallë nga gërmadhat. Kjo sepse ndoshta nuk e kanë teknologjinë që të hiqnin, pastaj bëjnë hesab vet, janë mbi 8 kate. Dhe
Ky është realiteti me të cilin janë përballur ata që kanë mbijetuar. Ka edhe nga ata që, siç u thash, nuk kanë mbijetuar fare, ose ndihma ka ardhur shumë vonë kur ata tashmë kishin humbur jetën, pra kanë jetuar në ngërmadha për disa ditë, por janë gjetur kur tashmë ishte tepër vonë. Por ishte një histori që më bëri përshtypje i një vajze të re e cila kishte arritur të mbijetonte për 17 ditë. Në fakt është e fundit që ka arritur të dalë gjallë nga ngërmadhat. Vajza ishte vetëm 18 vjeçë, quhet Reshma dhe punonte pikërisht tek Rana Plaza, tek fabrika e tekstilit në Rana Plaza. Ajo kishte jetuar, pra kishte arritur të mbijetonte në ngërmadha për 17 ditë rresht dhe u gjet e gjallë me 10 maj 2013, pra 2 javë pasi kishte ndodhur tragjedia. Ajo që i bëri përshtypje shumë njerëzve ishte që u nxorr pothuajse pa lënduar fizikisht, edhe pse kishte qëndruar kaq gjatë në rrënoja. Mbas gjetjes së vajzës u konstatua që nuk kishte më shpresa për gjetur njerëz të gjallë, tashmë ishte tepër vonë dhe i mbyllën zyrtarisht kërkimet. Reshma kishte arritur të mbijetonte sepse përveç faktit që kishte një forcë vullneti të paparë, sepse duhet shumë vullnet që të arrish të mbijetosh një situatë të tillë, por rastësisht kishte gjetur një pak o biskota dhe pak ujë që kishin qenë afër saj në momentin që i kishte ndodhur gjithçka dhe kishte arritur të mbijetonte, pra duke konsumuar këto produkte. Por disa njerëz të tjerë nuk kanë qenë kaq me fat. Në fakt, tregojnë që një pjesë e mirë atyre që kanë mbijetuar në rrënoja për shkak të dehidratimit janë detyruar të pinin urinën e tyre për të qëndruar gjallë. Sigurisht që gjithë kjo tragjedi nxorri në pa atë që një pjesë e mirë e njerëzve në fakt e dinin, por bëni sikur nuk e dinin, anën e errët të prodhimit të rrobave që ne kemi veshur sot. Sepse një pjesë e mirë e tyre, për të mos thënë të gjitha, pjesa më e madhe prodhohen në këto shtete, pra ku njerëzit që punojnë aty paguajnë shumë pak. Dhe një strategji të tillë në fakt e ndjekin shumë marka të ndryshme, por nuk është gjithmonë okay. Dhe disa marka bëjnë sikur nuk e dinë. Por sa më shumë kohë kalon, aq më shumë bëhet e qartë që e kanë ditur dhe thjesht kanë bërë sikur nuk e kanë ditur. Dhe unë kam tani këtu përpara meje, ju nuk më shikoni dot, shqyr zotit, sepse jam me pijama, por kam këtu përpara meje një listë me gjitha markat, që thuash firmat që janë gjetur, domethënë që kanë pasur marrëdhënie me Rana Plazën dhe mendoj që janë pjesërisht fajtore për atë çfarë ka ndodhur. Një nga këto është Joe Fresh, që është një markë kanadeze e prodhimit të kësaj fabrike, pra të Rana Plaza, në fakt i përkiste pikërisht kësaj marke dhe në momenti që ka rënë ndërtesa, punëtorët po punonin pikërisht me një nga koleksionet e kësaj markës. Një tjetër markë është Primark, një markë që është shumë e njohur, të paktën këtu në Itali ku jetoj unë, është një nga markat më low cost që ekziston, pra që mund të gjesh gjëra me pak lek, ose të pak të kështu ka qenë fillim, po të shkosh tani. Dhe edhe kjo është gjetur, si thua, është gjetur që ka punuar me Rana Plaza, por çuditërisht ka qenë një nga të parat marka që ka dhënë vullnetarisht para për të dëmshpërblyer familjet e personave që humbën jetën. Kemi për shembull Mango, kemi Zara, kemi dhe Benetton. Çuditërisht Benetton në fillim e mohoi lidhjen me këtë fabrik, por etiketat e tyre dhe dokumentet u gjetën tek rrënojat, kështu që nuk mund të mohojë më mbas disa kohësh. Dhe ju do thoni tani, po si ka mundësi që këto marka janë akoma në treg? Si ka mundësi që nuk kanë falimentuar? Si ka mundësi që shteti nuk i ka ndaluar përgjithmonë nga prodhimi i produkteve? Jo, ja kanë hedhur paq dhe mënyra se si ja kanë bërë është vërtet për të ardhur keq. Për të ardhur keq për ne si njerëz që kemi arritur deri në këtë pikë ku nuk është se na bën më përshtypje asgjë. Dhe arsyet sepse këto firma i hodhën paq janë disa. Në SBA dhe në Kanada, pra
vendet ku janë më së shumti këto marka, gjykatat kanë vendosur që në fakt nuk ka asnjë lloj detyrimi ligjor që brendi, pra marka, të sigurohet që punëtori i X fabrike në një shtet tjetër që thjesht po i bën si thua një punim, sepse ndoshta ju nuk e dini, po prodhimi ndahet në disa faza dhe në këtë rast fabrika në Bangladesh thjesht po punonte tek njëra fazë e prodhimit dhe sipas këtyre gjykatave nuk kanë faj brendi që ka porositur produktin shkoje tani dhe të sigurohet që në X fazë janë respektuar rregullat. Duhet në fakt jetë kështu, por sipas tyre jo. Me ekonomi ka dy lloje shitjesh, B2B dhe B2C. B2B janë shitjet nga biznesi në biznes dhe B2C nga biznesi në klient. Me pak fjalë, në këtë rast brendi ishte një lloj klienti për Rana Plazën. Pra, në këtë mënyrë këta si thua ja hodhën paqë dhe nuk paguajtën asgjë sepse thanë që ku e dija unë se si po i trajtonte ai punëtorët e vet. Unë punëtorët e mi tek fabrika ime, tek ku e di unë, zyrat e mia në Amerikë unë i trajtoj mirë. Edhe kjo nuk është e sigurt në 100%, po le të themi që u justifikuan kështu. Një tjetër arsye ishte sepse gjykatat vendosën që do të aplikohej ligji i shtetit ku kishte ndodhur tragjedia dhe Bangladeshi me sa duket ka një afat kohor prej 1 viti mbas tragjedisë për të ngritur padi dhe padit në fakt janë ngritur në vitin e dytë, ndoshta sepse një pjesë e mirë e njerëzve as nuk mendonte se kishte të drejta ta ankohej. Dhe si përfundim, mbi 38 persona në fakt janë akuzuar zyrtarisht për atë çfarë ka ndodhur. Mes tyre zyrtar, pronar fabrikash, pra të gjithë njerëzit e implikuar, sigurisht e Soel Rana, sepse në fund të ditës ai kishte bërë shkeljet më të mëdha, katet që ai kishte ndërtuar nuk ishin me leje, sigurisht sepse asnjë person që është kompetent në punën e tij nuk do jepte leje të ndërtonte këto kate ekstra, sepse ishte e qartë që këto kate do të binin në tokë dhe do vrisin njerëz, por përveç tij u arrestua dhe inxhinieri Abdul Razak Khan, pra që ju përmenda në fillim, sepse pavarësisht se ai kishte paralajmëruar që njerëzit duhet të evakuoheshin, ishte i njëjti person që e kishte ndihmuar Ranën që të ndërtonte katet pa leje. Ndaj Ranës janë bërë 2 proces, ose më saktë është bërë një proces në 2017 ku u dënua me 3 vite burg për korrupsion e gjëra të tjera, që s'kishte lidhje shumë me çështjen e asaj çfarë ka ndodhur, por sigurisht që është dhe po vazhdon procesi tjetër për vrasje, siç është ajo çfarë ndodhi në fakt. Ai është akuzuar për vrasje, por nuk është bërë dot procesi akoma. Vonesa, shtyrje, megjithatë ai është ende në burg për momentin. Pra është në pritje të procesit. U dënuan dhe 7 inspektor të qeverisë që kishin renovuar licencat për markat që operonin në Rana Plaza, duke e ditur, sepse me siguri kanë kryer kontrolle dhe kanë ditur që nuk ishte sigurt që të vazhdonin të punonin aty. Le të themi që procesi i vërtet për sa i përket tragjedisë Rana Plazas vazhdon të zvarritet, vazhdon të shtyhet dhe akoma nuk është vënë drejtësi në vend, pavarësisht se personi, si thua, kryesori i akuzuar është në burg, por nuk ka pasur një dënim të vërtet që duhet të ishte. Dhe nëse Rana dënohet, rrezikon të dënohet me vdekje. Ky është dënimi maksimal për njerëzit që bëjnë gjëra të tilla në Bangladesh. Por ai që ma fakti që asnjë nga markat perëndimore nuk ka pasur as edhe një lloj, si thua, problemi. Përveç se i është shkatruar pak a shumë reputacioni, por teknikisht këto janë akoma në qarkullim, të gjitha këto markat që u përmenda, kështu që në fund të ditës nuk i ka ndodhur asgjë. Duket sikur jeta e 1100 sa personave nuk ishte mjaftueshëm e rëndësishme, sa që bota të ndalej dhe të mendonte, thonte një sekond.
Unë nuk mendoj që Primark meriton të jetë akoma në biznes mbas kësaj gjëje. Dhe nuk e kam vetëm me Primark, e kam me të gjitha markat që u përmenda më sipër. E kam dhe me ato markat e tjera që ndoshta nuk kanë lidhje me Rana Plazën, por me siguri produktet e tyre prodhohen në të njëjtat realitete si Rana Plaza dhe me siguri shumë shpejt do t'ja dëgjojmë gjëmën edhe këtyre. Dhe këtu ne mbyllim episodin e sotëm të Mysteryland. Unë shpresoj që t'ju ketë hapur syt ashtu siç mi hapi mua, sepse jam shumë dakord me ju, me të gjithë ata që me siguri do komentojnë dhe do thonë eri, s'kemi lek për gjëra që kushtojnë shumë, kështu që më mirë të marrim fast fashion. E kuptoj këtë pjesën, e kuptoj që ndoshta nuk keni mjaftueshëm para, por mos u mashtroni nga impulsi për të bler sa më shumë gjëra, sepse e di se si ndodh, është kjo ideja që është lirë dhe hajde të blejmë sa më shumë. Ky është dhe imazhi që shohim tek influencerat, fakt, që se keni vënë re, kaq shumë influencera që thonë, as nuk e di se çka kam marrë, them drejtën dhe fillojnë të hapin ato qeset e mdaja plot, plot me gjëra që në fund të ditës do i përdorin 2 herë dhe do i hedhin në kosh. Dhe kur mendon se çfarë rrezikojnë ata punëtor atje për t'i prodhuar këto gjëra, është vërtet për të ardhur keq. Kështu që si përfundim nuk po akuzoj asnjë nga kolegët e mia influencere këtu, por po i ftoj që të hulumtojnë mbi këtë rastin dhe të hapin syt dhe të mos pranojnë më sponsorizime të tilla nga marka të tilla siç janë markat fast fashion. Unë ju përshëndes dhe ne do të ritakohemi, nuk e di se kur, nuk po ju premtoj asgjë. Do të ritakohemi kur të ritakohemi. Më ndiqni në TikTok, në Instagram dhe mos harroni të bëni subscribe në YouTube dhe në Spotify tashmë për episodet e tjera dhe për update-et e tjera. Ju përshëndes, mirupafshim. Ciao.